Atëherë, zoti Lezi, do ndalemi tek dokumenti Besa, ashtu si e thash, ku kryeministri Edi Rama u ka dorëzuar socialistëve si një udhërfyes për atë që ai vetë shuan kthesa e mandatit të katërt. Fillimisht, si e keni parë këtë dokument dhe nga ana tjetër mendoni se premton vërtet një kthes të mandatit të katërt dhe a është kjo një reformë reale apo nga ana tjetër është një përpjekje ndoshta për të rikthyer besimin pas të gjitha kritikave që janë bërë ndaj qeverisë dhe protestave që po zhvillohen? Dëruar është një përpjekje e kryeministit dhe qeverisës për të reflektuar në lidhje me gjithë problematikat dhe qeverisja në rastin konkret përmes sloganit Besa, që për shqiptarët dihet çfarë është, don Besa shqiptare si portere ka arit, kemi thënë një kohë. Është diçka që e ka shëntëru vlerat dhe identitetin e shqiptarët dhe pikërisht kryeministi tenton t'i prek në sedër shqiptarët duke kërkuar dhe besën atyre për si një reflektim për gjithçka që ka pas qeverisja e tij në kuptimin e analizës probleme ekonomike, ligjore, institucionale, ato politike, krizës gjithanshme dhe asnjë një strategji edhe për t'i shpëtu këtë për dalë nga kjo situatë përmes këtij dokumenti dhe kërkon një konsensus të rrallës, por në një farë mënyrë është edhe diçka që i pranohet një realitet. Realiteti i problematikave të mëdha, të cilat i ka adresuar edhe përmes këtij dokumentacioni, ku gjithë këto problematika dhe sfidat e qeverisë tashmë janë bërë evidente dhe përmes zërit protestuesve, krahas gjithashtu edhe të opozitës gjithashtu, dhe në një farë mënyrë është sintezë e gjithë atyre dhe problemet që ka administrata publike, institucionet në tërësisht dhe Besa në vetvete është një dokument i karakterit strategjik krahas atij politik për bërë ndërmarrjen e reformave dhe vendimeve konkrete për zgjidhjen e atyre problematikave. Por në vetvete është një lloj autokritike e parë në këndvështrimin e reflektimit që qeverisja ka bërë, falë edhe jonës së protesta dhe presionit gjithnjë në rritje të protestuesve, gjë e cila është ndjerë ky si presion dhe gjithë këto problematikat e temave të protestuesve për ligjin e paketës male atyre investime strategjike për zonat e mbrojtja dhe sekunda dhe për rastet konkrete, janë adresuar të tilla dhe janë bërë pjesë e debatit të publik dhe përmes këtij dokumentacioni kërkon kryeministi çfarë të reflektojë këtë problematika duke adresu këto shqetësime. Është një përpjekje edhe për ta rikthyer besimin e qytetarëve të cilët për hir të vërtetës ka humbur, sikundër edhe një përpjekje për të dhënë një vizion tjetër Shqipërisë për të marrë gjithmonë në reforma. Është një vend gjithmonë që prodhon reforma. Ai futet në një cikël krizash herpashershme dhe dokumenta strategjike që proklamohen si të tilla herpashere marrin formën e një dokumenti si rilindja urbane, si rilindja po themi që proklamuar që në fillim apo në rastin konkret e një dokumentin strategjik në emrin Besa. Është një përpjekje për t'i kamufluar problemet, por që ndihet presioni. Një presioni dhe si tillë Rama kërkon të shpalos një vizion të ri për vazhdimin e qeverisës duke i kërkuar paktin me qytetarët, besimi i cilëve ka humbur për i vërtetë. Është një përpjekje si thënë për ta rikthyer këtë besim të humbur, për këtë të humbur dhe kështu si do të lexu. Do të parë në sensin e asaj që është një krizë besimi, për hir të vërtetë, gjë e cila pranohet edhe përmes përmbajtjes së këtij dokumentacioni, por që në vetvete përdoret më tepër si justifikim pikërisht për dalë nga kjo situatë dhe për ta shpërqendruar vëmendjen ku qeverisja është kontshente për problemet dhe si tillë kërkon të reflektojë zërin e qytetarëve dhe për t'i adresuar çështjet për zgjidhje. Zoti Lezi, duke qenë se dokumenti flet për dëgjimin e shoqërisë, pse qytetarët duhet të besojnë se këtë herë do të dëgjohen, kur nga ana tjetër shumë protesta dhe ankesa ndaj qeverisë janë anashkaluar, pra nuk ka patur një përgjigje?
Po, e vërtet e ndëruar. Për herë, ashtu si thoni edhe ju, pikërisht ke fundit e jep edhe përgjigjen e asaj që ky skepticizëm ekziston, në kuptimin falë historikut historikut më pashëm, por gjithë problematikat për cilën protestuesit zëri qytetarëve i kanë ngritur në format që edhe masive edhe protestave vogla, po edhe zërit qytetarëve, të cilët nuk janë gjë zgjidhash, pikërisht ky skepticizëm historik i cili e bën të dyshus pikërisht realizimin e atyre pikave dhe objektivave të dokumentit të BESA dhe ky lloj skepticizmi i qytetarëve është arsyeja kryesore të cilët ato sot janë në shesh dhe kanë ngritur situatën e alertit pikërisht nga mungesa e besimit të tyre, nga mungesa e besimit se pavarësisht që përpjekjet që bëjnë qeveritë për ta shuar zërin e qytetarëve, ekziston edhe një skepticizëm, një bozbesim i cili është i ngulitur thellë në historicizmin e tyre. Kemi parasysh qeverisja të konsumon, jemi në mandatin e përfundimit të tretë dhe ai kërkon një mandat katërt, mandat i cili dihet tashmë gjithë qeveritë konsumon dhe kërkon përmes kësaj që ta rifitojë një besim i cili është thyer dhe diçka e thyer është shumë vështirë për të ngjitur, por që pikërisht për këtë arsye që ekziston ky mosbesim qytetar i cili ka bazë reale që vjen pikërisht edhe nga arroganca e qeverisë, nga mosdëgjimi i zërit qytetarëve, moszgjidhja e problemeve të tyre, anashkalimi i tyre e shumë të tjera të cilët dashur janë dëshmuar përmes edhe po themi historikut të protestave që kanë ngelur pa një përgjigje, pa një rezultat, po ashtu edhe po themi edhe konsultimet formale, shpesh investimet strategjike që janë bërë në Shqipëri kanë një detyrim ligjor edhe për të dëgjuar zërin e qytetarëve, jo vetëm ato strategjike, por të gjitha të cilët prekin interesat e qytetarëve dhe komuniteteve. Është një detyrim ligjor në kuadrin e standardit të Bashkimit Evropian, por në rastin e realitetit shqiptar, ato më së shumti janë bërë formale dhe ky zë nuk është dëgjuar dhe janë anashkaluar, po janë manipuluar qoftë rryeza e dëgjesa publike, konsultimeve, në sfundi ishim dëshmitar edhe një farse që lidhesh me debatin apo me konsultimin publik për reformën territoriale dhe ndryshimin e hartës administrative, ku me një vendim politik arbitrar synohonte të fshihen nga harta politike një numër i madh bashkisë ku prekin direkt jetën e qytetarëve dhe si i tillë kjo pakënaqësi ekziston edhe për shkak të historiku dhe fakti që edhe një forca dhe arroganca e pushtetit e cila vjen për shkak të numrave e ka bërë atë të cilët perceptimi i publikut jetë i tillë saqë çdo lloj zëri i ngritur ndaj qeverisë do të jetë i humbur në kuptimin i harruar sepse nuk e ka peshën e asaj që mund dëshon. Ne kemi parasysh disa nisma të cilët janë bërë edhe nga shoqata, aktorë të rëndësishëm dhe partitë politike, të cilët kanë kërkuar ndryshimin e ligjit për referendumin apo janë marrë nisma të tillë dhe ky zë ka humbur, në kuptim nuk e ka pas atë fuqinë e saj vendimarrëse për të ndryshuar atë vendimet publike. Kemi parasysh edhe zhvillimet e fundit në parlament jetën politike, aty ku përfaqësuesi një partie politike të opozitës edhe në minorancën e vet ngre zërin e shqetësimit qytetar për një numër të probleme, por edhe në mënyrë arbitrare, në mënyrë arrogante, ai përjashtohet nga jeta politike në kuptimin për një masë administrative, sepse çfarë ka një qëndrim të tij për sa i përket problemeve të caktuara, sikundër edhe vetë opozita gjithmonë ka rrapë prej e numrit kartonave dhe nuk është dëgjuar zëri qytetarëve. Dhe pikërisht për këtë arsye ekziston ky lloj mosbesimi midis qytetarëve dhe qeverisë. Dhe qeveria përdor këtë dokument edhe si një strategji, si mekanizëm pikërisht për të rritur llogariadhënien dhe sikundër edhe për të ndikuar edhe në vendimarrjen e saj përmes kësaj dëgjese, por skepticizmi ekziston. Qartë. Zërizi, nga ana tjetër, dokumenti flet edhe për kujdesin dhe cilësinë e shërbimeve. Mendoni se do të ketë përgjegjësi për zyrtarët të cilët dështojnë ofrimin e këtyre shërbimeve dhe nga ana tjetër nëse një ministër apo institucion nuk përmbush objektivat e dokumentit BESA, çfarë ndodh? Mendoni se do të ketë pasojë konkrete?
Po nderuar, absolutisht, po kjo është standard për hir të vërtetës në çdo lloj qeverisje ku titullari i çdo institucioni, aq më tepër një ministri, lidhet performancën e punës time, arritjen e objektivave politik, ekonomik sipas strategjive sektoriale që ato kanë dhe drejtojnë, dhe si i tillë në rast se nuk do të realizohen si të tilla, nuk ka arsye pse të shkruani një dokument të tillë, por kjo tregon faktin që është një hendek i madh midis asaj që premtohet dhe asaj që realizohet, dhe si i tillë për të rritë edhe shkallën jo vetëm presionit, por edhe të përgjegjësisë ndukje, është parashikuar si i tillë, po kjo nuk ka arsye për të qenë i tillë, sepse automatikisht çdo kush është i larguar, po edhe i emëruar, sepse kjo varet më së shumti nga vullneti i kryeministit. Kemi një kryeminist fuqi plot, i cili vendos vetëm për çdo gjë, në kuptimin e asaj që ai sa kryeminist është edhe ministër dhe nuk kanë autoritet të gjithë varësit e tij në raport me fuqinë vendimmarrëse, dhe si tillë vendimet që lidhen me emërimet apo shkatërimet ka gjend të tilla, madje ne kemi dëgjuar edhe zëra ku janë bërë publik, ku nuk dinte absolutisht X ministër apo X titullar institucioni sepse do emërohet në këtë vend apo do të shkarkohet. Edhe kanë ardhur mënyrë të beftë të palajmëruar dhe pas një analizë dhe konsultim, dhe ka qenë më tepër një qasje individuale. Por përballë kësaj situate, kryeministi tenton edhe vetë të marrë në presion, duke thënë që keni dytërimin për të përmbushur të objektiva dhe si kush është në nefin e perit që lidhet me pikën e përmbushjen e tyre. Të kundërt do të marrë vendimet përkatëse, por më tepër është një diçka formale se sa për të rritë përgjegjësinë do të llogaridhan në raport me qytetarët dhe objektivat të synuara. Zoti Lezi, nga ana tjetër, Besa kërkon që vendimet të bazohen në prova dhe evidencë. Nga ana tjetër, cilat vendime të mëparshme të qeverisë mendoni se do të rishikohen në bazë të këtij standardi? E nderuar, kur themi vendimet, kjo është një parim esencial në gjitha vendimmarrje që merr për bazë dhe ka input kryesor informacionin. Kur themi informacionin, faktet e rrethana kundër gjykata që merr vendimet bazuar në fakte dhe rrethana dhe prova, dhe si e tillë edhe është një parim universal. Kjo nuk ka arsye pse të përmendet si e tillë, por nuk besoj që vendimet do të kenë efekte paparvepruese sepse ato i kanë prodhuar si të tilla. Pa dashur të kalojnë në projekte nominale, askush nuk mund të marrë vendime për t'i anulluar apo t'i delegitimuar ato për shkak të faktit që janë formalizuar apo janë për shembull investimet kapitale strategjike në ura, në ato rrugë, shumë projekte, është shumë e vështirë për t'u anulluar sepse do të ballafaqohet ka klauzola të tilla këto dhe marrëveshjes, të cilat ekspozojnë rrjetet financiare, ekonomike, po dhe jo vetëm qeverinë shqiptare dhe entet prokuruese për dëmshpërbime të tjera. Ndërkohë që pra shkosa që nuk janë realizuar disa projekte të cilat janë objekte dhe i ankesave, i protesta, që qoftë rasti i Zvërnecit apo i rasti i investimet për zonat e mbrojtura apo ato të ligjin për zonat malore, e kështu me radhë, si tillë do të përballë këtij presioni normalisht qeverisja reflekton duke marrë për bazë edhe zërin qytetar dhe fakte dhe prova, do të thotë që nga ana formale do të plotësohen të gjitha ato kriteret që lidhen me digjezën apo vendimarrjen përmes pjesëmarrjes, ai që quhet parimi kryesor, dhe kemi parasysh të gjitha të tjera do të marrin konsiderat të zë qytetarë. Në këtë sens mendoj që kjo vendimarrje do të shoqërohet me prova dhe me fakte, por që është shumë vështirë që të rishikohet ndonjë vendim përpos atyre të cilët ende janë fazën e diskutimeve apo në fazën e mosrealizimit. Këto po janë të dëgjuar. Kemi parasysh qoftë ajo e Zvërnecit, po ashtu edhe të tjera të cilët kanë një lloj ndjeshmëri të lartë edhe publike për shkak të asaj që protestat i bën. Do të thotë që zëri qytetari bëri që debatet për çështje sensitive të jenë pjesë e debatit publik, gjithë këto investime, rasti për ato që quhet Flamingo, protestat e Flamingos apo të gjitha tjera ato të Alpeve,
të paketa Alpeve, të cilët kryeministri mori nisma dhe për dëgjesën me publikun, me aty që i shemi njerë, ndërkohë që nga ana formale shkoi të dëgjoj dhe zërin qytetarët në banorët të thethit për t'u mundsua atyre edhe një mundësi investime, por në vetë ishte një autokritikë dhe një reflektim i këtij presionit qytetar që ishte përmes protestave. E qartë.